nderuar trup gjykus, pranishëm, sot flasim në emër të asaj që nuk është këtu. Flasim në emër të fëmijëve të saj, familjes së saj dhe në emër të gjithë popullit shqipëfolës për te i tij që ka bashkëndije me këtë rast. Që nga seanca e shqyrtimit fillestare, në secilën seancë të shqyrtimit gjyqësor, duke përfshi edhe dhënien e mbrojtjes pranë gjykatës themelore në Prishtinë, në secilën seancë më tepër, vetëm është argumentuar ajo që kemi thënë në fillim. Se ky krim makabër do të zbardhet nga vetë akuzunit. Qoftë duke tentu ta fajsojnë njëri tjetrin, apo duke mundu të bashkëpunojnë kundër njëri tjetrit, por që ka sjellë të njëjtin rezultat. Këtu duket që nëse në fillim kishte koordinim të mbrojtjes si tërësi, në fund mbrojtja e Granit Plavës dhe Kushtrim Kokallës ju hakmorën e Murselit, duke tentuar t'ja lënë fajin vetëm atij, por që nuk ja arritën. Përtej deklarimeve që argumentojnë fajin e të akuzuarve në tërësi, kemi qenë me fat që kemi pasur një ekip hetuesish policor, aq punëtor, sa që numri i videoingjëzimeve na ka mundësuar të vërtetohet edhe vizualisht i gjithë rrugtimi i dy të akuzuarve ditën e kryerjes së vrasjes. Po ashtu jemi falendërues edhe IPFK-s, Institutit të Psikiatrisë Forenzike të Kosovës, për ekzaminime profesionale, ku të akuzunit duke ditë fajin e tyre u mundun ta keqpërdorin IPFK-n, për t'u arsyetuar se vujnë nga çrregullime mendore, apo që kanë qenë të motivuar e energjizuar nga 2-3 espresso e me vonë nga ujë me limon. Nga ky trup gjykus kërkoj që këtë akt akuz të analizojnë në aspektin e kualifikimit ligjor të saj në raport me figurën e veprës penale që është zbardhur në këtë shqyrtim gjyqësor. Kjo akt akuz fillimisht ishte ngritur me kualifikimin si në fillim dhe pastaj ka psu ndryshimet. Mëtej konsiderojmë se pa me dyshje është vërtetuar se Kushtrim Kokalla nuk duhet të ngarkohet vetëm sipas nenit 173 paragraf 1 në paragraf 1.13, pasi që veprimet e tija nuk kanë rezultuar vetëm si përgatitore, por tipike veprime aktive para dhe pas vrasjes, duke luajtur rolin e personit i cili do të ishte më i lirë për të manovruar në emër të grupit. Andaj në këtë kontekst konsideroj se nga administrimi i provave materiale në këtë procedurë gjyqësore janë plotësuar kushtet që ky kualifikim të përfshijë formën e bashkëpunimit si krimi organizuar, konform nenit 277 të Kodit Penal të Kosovës, si formë e organizimit të akuzuarve këto. Kjo argumentohet me vetë provat materiale që janë të pakontestueshme nga vetë palët për ofrim parash qysh një vit para vrasjes së të ndjerës Liridoni. Diskutimeve të shumta për këtë çështje, madje sipas kushtrimit, ndoshta i janë ofruar 100 vetave mundësia para vrasjes Liridonës, kurse emrat e personave nuk i ka dhënë. Argumentohet me formën se si kanë tentuar të ruajnë njëri tjetrin nga lidhja ngushtë përmes provave, por megjithatë është e pakontestueshme që të njëjtit kanë pasur një lidhje të tillë që as pa njërin as pa tjetrin kjo vepër penale nuk do të mund të kryej. Është më rëndësi të theksohet se edhe pse sipas Kushtrim Kokallës në ditën në të cilën është kryer vrasja, para se të takohej Nei Murseli me Granit Plavën, fillimisht është taku me Kushtrim Kokallën në qendrën tregtare në Ertili. Dhe edhe sipas mbrojtjes së Kushtrim Kokallës, aty me Nei Murselin kishin biseduar lidhje me problemet që kishte Naimi me Liridonën. Pra në secilën situatë, edhe nëse Nei Murseli do të vazhdonte rrugtimin me Granit Plavën për të kryer vrasjen, është nevojit koordinim, qoftë edhe vetëm 10 minutësh me kushtrimin para se të takohej me Granitin. Fillimisht, Kushtrim Kokalla në mbrojtjen e tij e kishte kundërshtuar se kishte ditur që Naimi do të takohej më njëherë me Granitin. Kurse kur është ballafaquar me deklaratën e dhënën në polici, madje nga mbrojtja e tij, i njëjti e kishte pranuar këtë fakt.
Qysh në fjalë hyrë se kemi thënë se do të zbardhet se a qenë kanë takuar tek qendra tregtare në Ertili, Naimi me kushtrimin atë ditë dhe pse, e gjatë mbrojtjes është vërtetuar se edhe janë taku, edhe kanë bisedu për problemet mes Naimit edhe Liridonës. Për 10 minuta, jo më shumë, se s'ka pas nevojë. Pra, përkundër strategjisë ligjore të mbrojtjes së të akuzuarit Granit Plava, për të mos pranuar të marrë pyetje nga askush tjetër përveç mbrojtësit vet, ai nuk ka mundur të zhvishet nga qëllimet e tij për të vrarë një gru për përfitime pasurore. Përkundër tendencave kince për t'u treguar i sinqert nga ana e Kushtrim Kokallës, kur pyetjet ju intensifikuan nga trupi gjykues në lidhje me shumën që ishte ofruar apo se çfarë ishte ofruar një vit më parë për vrasjen e Liridonës, mbrojtja e tij kërkoi që të mos deklarohet dhe të mbrohet në heshtje, duke treguar se asgjë nuk është thënë me sinqeritet, por vetëm me bështrim të realitetit dhe shpifje ndaj viktimës me qëllim arsyetimi të atij krimi makabër. Madje nga provat materiale është vërtetuar se i njëjti mbante deng parash në duar dhe krynte pagesa në emër të dhomës së hotelit. Ai ka gënyer mbrojtjen e tij, edhe pse ligji ja lejon, se kinse ka hyrë në shtëpinë e Bërnic për të marrë çelësat, pasi që nga video shihet që hyn drejt në vetur kur mrrin në shtëpinë Bërnic. Dhe ka qenë informacioni pa vërtet ku ka tentu ta manipuloj këtë trup gjykues që konsideroj e ka shfrytzuar rastin e mos administrimit atyre pamjeve me detaje në këtë shqyrtim gjyqësor. Përkundër që Naim Orseli është mundu të japë verzione të ndryshme, nuk ka mundur të mohoj që e ka dërgu Granit Plavën me revolën që ja kishte ble vet në vendin ku ishte kryer vrasja, me pretekstin që ja kam treguar shtëpinë. Kishte mbajtur vazhdimisht kontakt përmes telefonit me Granit Plavën. E madje edhe një herë gjatë kësaj kohe rreth orës 15, 3 pasdite, i kishte shkruar edhe Kushtrim Kokallës. Nga provat materiale dhe personale të administruar në këtë shqyrtim gjyqësor është vërtetuar përtej çdo dyshimi. Madje është vërtetuar në tërësi gjendja faktike dhe prezumimet ligjore se Naim Orseli fillimisht me Kushtrim Kokallën kishin planifikuar ta vrasin të ndjerën Liridon Ademaj. Këtë mundësi për të fituar financiarisht, drejt për drejt e kishte Kushtrim Kokalla fillimisht, por që nuk kishte pranuar ta kryente vetë. Më pas i kishte gjetur Granit Plavën, ku ishin takuar disa herë për të planifikuar bashkërisht këtë ekzekutim. Pretendimet se këta nuk kanë qëndruar bashkë përveç 2-3 herave siç pretendohej në fillim nga mbrojtja, bie poshtë nga vetë mbrojtja e mëvonshme të akuzuarve, ku vetë Granit Plava tregon se ishte takuar rreth 7-8 herë, kurse Kushtrim Kokalla po ashtu thotë se ishin takuar me Naimin e Granitin në kafet e Beka shumë herë. Argument për këtë është prova e propozuar, që ishte propozuar të administrohej, ku shihen të 3 duke u larë në një liqen, i cili nuk di ku ndodhet. E që, sipas këtij trupi gjykues, pasi që është në shkresat e lëndës, nuk ka nevojë të propozohet sërish. Por që afërsia e tyre është e tillë që edhe nga vetë bisedat e tyre në telefon vrehet afërsia në mes tyre ku Naim Orseli i drejtohet Granit Plavës në lidhje me Kushtrim Kokallën me nofkën e tij Kuqa. Kur i thotë që kjo punë kryhet nesër sigurt, atë tregoj Kuqa. Pra ka pasur asnjë afërsie, sa që kanë komunikuar duke i referuar me emra e nofka. Sidoqoftë, do të elaborojmë edhe me prova materiale duke mos i duplifikuar të njëjtat qoftë nga prokuroria qoftë nga Leonardi. Nga dëshmitë e dëshmitarëve, shkurtimisht mund të themi se nga dëshmia e Shaban Morselit është vërtetuar se një vit para vrasjes, Naimi me Liridonën kishin pasur probleme mes vete, për arsye se grua së Kanon Kokallës Bjondinës i kishin dalur disa fotografi intime dhe jo intime, sipas tij. Kjo përputhet me kohën kur i është bërë sigurimi jetësor Xhexhes Liridonës, dhe po ashtu kur i është propozuar Kushtrim Kokallës që ta vriste Liridonën. Saktësisht
1 vit para vrasjes. Nga dëshmia e kanon Kokallës në raport me provat materiale, vërtetohet se i njëjti ka gënjur gjatë dëshmisë së tij, pasi që ka pasur raporte më të ngushta me Granit Plavën se sa që i ka paraqitur, e po ashtu ka fshehur faktin se një natë para vrasjes, Kushtrimi dhe Graniti kishin gjuajtur me armë në lokalin Black Moon Gjakov, duke e përshkruar Kushtrimin si një person jo problematik, për të cilën ngjarje ka deklaruar edhe Neimur Seli gjatë dhënies së deklaratës në prokurori. Kurse nga dëshmia e Valon Llukës, është vërtetuar se Neimur Seli i ka shkruar Valon Llukës na kanë vrarë. Kjo argumenton që i njëjti ka ditur për vrasjen edhe pse ka tentuar ta bishtroj që nga fillimi. Këtij trupi gjykues i kërkoi të ketë vëmendje në proces verbalet ku është dhënë mbrojtja të akuzuarve, e që janë shumë faqe, të cilat sot nuk do të mund t'i elaboroj të gjitha, por që nga deklarimet gjatë dhënies së mbrojtjes vërtetohet që nga këto deklarime është vërtetuar fakti se Kushtrim Kokalla ka gënyer në secilin deklarim para se të ballafaqohej edhe një herë me deklaratën e dhënë polici. Po ashtu ka gënyer në raport me pagesën në hotel dhe me arsyeën pse ka hyrë në shtëpinë Bërnic. Dhe ky trup gjykues, gjatë marrjes në pyetje të Kushtrim Kokallës, ka arrit me sjell në asaj pozite sa i njëjti ka pas vetëm 2 opsione, ose t'jap përgjigjen se çka i është ofruar dhe sa i është ofruar për vrasjen e Liridonës, ose të mbrohet në heshtje dhe ka vendos mos me rreziku më shumë dhe është mbrojt në heshtje. Përkundër që fillimisht kishte zgjedhur deklarohet në tërësi. Neimur Seli ka gënyer në raport me qëllimin e blerjes armës, edhe në raport me rrugtimin e tij me Granit Plavën, e edhe me atë sepse e kishte dërguar atë natë deri te vendi i vrasjes. Kurse Granit Plava ka evoluar dëshminë e tij, nga energjizimi me një espresso fillimisht, me pas me ujë limoni që i ka dhënë Neimur Seli. Mëtej ka ndëruar në tërësi faktet rreth ekzekutimit, ku vret një koordinim me Kushtrim Kokallën që ta fajsoj Naimin, por që fatmirësisht është ekspozu kjo skenë të cilës nuk mund t'i falet besimi asesi. Si që thashë edhe më herët, jemi me fat se kemi rreth 22 vende dhe kamera ku janë parë të bashkakuzuarit, e ku nga pompa kastrati vërehet rrugtimi në Neimur Selit me Granit Plavën, ku Granit Plava edhe në një pjesë të rrugtimit kur ndalen mbledh plumba nga toka, Neimur Seli e shikon me vëmendje duke i mbledhur ata plumba në tokë dhe vazhdon rrugtimin me to deri te vendi ku do të kryej vrasja. Neimur Seli ka qenë në ndjeni tërësishme për vrasjen e Liridonës, edhe pse këtë pjesën e plumbave me dashje apo pa dashje nuk e dim qëllimin që pse Granit Plava na ka ekspozu gjatë dhënies mbrojtjes tij. Por që vërteton të njëjtën gjendje që Neimur Seli e ka ditur që Granit Plava është i armatosur dhe madje i mbante plumbat. Nga kamerat e pompës Eko shihen pamjet ku Granit Plava hip në veturën në Neimur Selit dhe vërtetohet e gjithë gjendja faktike atë ditë. Kurse çka konsideroj që këtij publiku i kemi mbet borxh është që pamjet nga hoteli Swiss nuk janë administru ashtu siç ne si palë dëmtuar do të donim që ta administroheshin, por që një gjë vërtetohet sakt. Vërtetohet sakt që Neimur Seli hyn në hotelin Swiss duke mbuluar fytyrën e tij. Në atë gjendje me fytyrë të mbyllur, i duhet dikush për ta ndihmuar, për ta mbajtur për krahi, dhe ai është aty kush tjetër pos që Kushtrim Kokalla. Ai i cili ka qëndruar afër qysh para vrasjes, ashtu edhe pas vrasjes në detaje, për t'ja mbuluar shpinën dhe ashtu siç thash më herët, duke qenë një ushtar i FSK-s, nëse është i tillë ende, për të manovruar më lehtë dhe për të mos rrezikuar pozitën e tij. Në hotelin Swiss,
mbrojtja e Kushtrim Kokallës ka mohu në vazhdimsi që qoftë edhe pagesën më të vogël ta ketë kry Kushtrim Kokalla nga video ingjezimet, të cilat shihen nga recepcioni. Është e vërtetueshme dhe është qartazi e dukshme edhe banknota të cilën e dorëzon Kushtrim Kokalla. Madje Kushtrim Kokalla në një pjesë të mbrojtjes së tij deklaron se nuk ka mundur të paguaj dhom hoteli dhe nuk ka mundur të kryej pagesa në Swiss Diamond për shkak se nuk ka të ardhura të tilla. Kurse nga video ingjizimi, Kushtrim Kokalla nuk do këtë ashtu. Kushtrim Kokalla nxjerr deng parash. Dhe i duhet kogja shumë për me gjetë një banknot më të vogël, sepse banknotat tjera kanë shumë më të mëdha në dorë. Kushtrim Kokalla i ka kry krejt punët mas vrasjes, masi që ka kuptu që Naimi e pas ka kry, edhe pse nuk është ju ka dasht shumë, sepse e ka thirr Granit Plava dhe e ka njoftu për këtë punë, i njëjti është arsyetu që e ka thirrë në diskotekë. Nga pyetjet e trupit gjykues, me vend është pyet Kushtrim Kokalla se ku e diti Graniti që ti je në Prishtinë, se nuk thirret në ora 1 të natës dikush prej Cermjanit, e madje masi që ka deklaruar se s'ka vetur të vetën, po i njëjti ka thonë që më ka thirrë se e kisha marrë në i vetur të shokëve. Në tjetrën anë ka thonë s'është që kum thirrë kur me pi kafe. Granitin. Elaborimet e video ingjizimeve tjera nuk janë përfshi për shkak që mos me ngarku këtë fjalë përfundimtare, por që secila veç e veç, edhe si tërësi argumentojnë bashkëpunimin kriminal të Naim Urselit, Granit Plavës dhe Kushtrim Kokallës. Nga rrugtimi të akuzunëve Naim dhe Granit, deri te vendi ku është kry vrasja, argumentohet se ashtu siç është dhënë deklarata e parë gjatë fazës hetimeve, qëndron ajo gjendje faktike, se i ka treguar për vendin se ku do ta kryente vrasjen Graniti. Nga gjitha këto videogjizime tjera, është vërtetu po ashtu që Naimi dhe Graniti kanë qenë në sinkronizim me njëri tjetrin e ko pas kohe me kushtrimin. Nga provat që gjykata i ka konsideruar që janë pjesë shkresa të lëndës, andaj edhe nuk ka nevojë të administrohen sot, argumentohet që jo vetëm nuk janë taku vetëm te pompa Shell në Veternik dhe pompa derivate Benita këtu të akuzuar, por që janë taku edhe në një liqen, i cili nuk dim ku është ai liqen, por që data në folderin e dosjes së prokurorisë bashkangjitur kësaj aktakuze mban datën 21 mars 2023, që i bie më shumë se 7 muaj prej kohës kur u kry vrasja. Pra, më shumë peshën ajo që Granit Plava ka thonë një ataku dikon 7-8 herë, se sa kushtrimi e Naimit që vetëm 2-3 herë. Më duhet ta them që një provë trupi gjykuese ka konsideruar që është pjesë e shkresa të lëndës, por që nuk është pjesë e shkresa të lëndës, është një video nga rrjeti social TikTok, ku secili nga ne nëse hyn në TikTok dhe kërkon Granit Plava në videon e parë që i del Granit Plava duke festu me Kushtrim Kokallën, me birra dhe qifteli. Me Kanon Kokallën, ju kërkojmë falje. Kanon Kokalla kishte deklaruar para kësaj gjykate që kushtrimi është shumë djali i mirë. Dhe nuk ka bon kur probleme. Kurse unë me Granitin jam takuar një herë në një ditëlindje djalit Granitit, ku unë djalin tim e kam dërguar në ditëlindjen e djalit Granitit. Dhe kjo është hera e parë dhe e fundit kur unë kam dalë dhe jam takuar me Granitin. Nderuar trup gjykues dhe të praneshëm, me një kërkim thjesht këtë demantoni dhe mund të shihni që aty nuk është Center Mall në Gjakov, është kafja te Beka, nuk është ditëlindje e fëmijëve, është festim krah për krah,
ku Granit Plava dhe Kanon Kokalla janë të ulën afër njëri tjetrin duke cakru birrat me këngë me qiftelia. Kur është bën kjo video? Kjo video është bën me 23 shtator 2023. 2 muaj e 6 ditë para vrasjes së Liridonjës. Shumë freskët, për fat keq. Dhe fat mirë për këtë trup gjykues, sepse nuk di që ka pas ndonjë rast me kaq shumë kamera ku vërtetohet kaq mirë gjithçka. Po ashtu, nga një video që shihet pamja e shtëpisë në Bërnicë, është e qartë që Kushtrim Kokalla, pasi që del nga vetura zotrit Bodrim Qaku, që e kishte përcjell deri në Bërnicë, sipas deklaratës së tij, pa bërë verifikimin e veturës që e ka sjell, i njëjti kur është pyet pse hyre në shtëpi. Po normal tha se mi mor qelcat. Qelcat e kujt? Veturës. E pse mujti me hy? Jo vetëm që mujti me hy, po nga kjo video shihen edhe sinjalizust, kur nga shtypja e sustës hapset veturës, edhe hapet vetura, edhe hyn kushtrimi në veturë. Pa pas pik nevoje me hinë shpe me marë. Kur gja? I nderuar trup gjykues, kemi pas raste të ndryshme para kësaj gjykate dhe kemi me pas shumë raste. Nuk ka pas asnjëherë rast tillë të ngjajshëm ku ndryshe nga rastet të tjera ku në një nervoz momentale është vrarë një gru. Veç kur s'kena pas rast ku 3 burra një vit planifikojnë me vrarë një gru. E masanej mundohen 8 ret mu shfajsu kinë se kur njani s'kan faj. Në këtë fjalë përfundimtare cila ka mbi 30 faqe, është e pamundur me elaboru këtu para jush të tërën, por që qoftë nga elaborimi videoingjizimeve dhe i pjesëve të proces verbaleve ku vetë të akuzunit këtu e kanë tregu se çka kanë bërë, e kanë rënë kundërshtim me veten e vetë dhe me njëri tjetrin, është argumentu se bashkarisht si krimi organizuar që ka punu spaku për një vit bashk, e kanë organizu këtë vrasje, e që nëse për vrasje tjera është shqiptu ndonjëherë dënim me burgim përjetshëm si dënim maksimal, nuk kemi dënim atë madh, kështu që s'kem çka jepim ma pak se dënim me burgim përjetshëm. Ju faleminderit. Faleminderit. Duhet mos t'ju mes bërç, në kuptim të kërkesës pasurore juridike, e keni të elaboruar edhe në fjalën përfundimtare, kërkojmë që ky trup gjykues në rast të një aktgjykimi dënues, siç edhe presim që do të jetë, por pa prejudiku e duke qenë profesional në këtë fazë, kërkojmë që të udhëzohemi në kontest civil, e për shkak se në këtë gjendje emocionale familja Ademaj nuk ka as mundësi të mendoj për çështje pasurore juridike.